Do të ecim tani më tej në disa prej zhvillime të rëndësishme të ditë gjithashtu. 2 ngjarje të rënda kanë ndodhur ditën e sotme në kryeqytet, ku një person ka mbetur i vrarë, një tjetër i plagosur, por do të jetë në komunikim të drejtë për drejtë në këtë çast gazetari Sokol Dema, i cili do të përcjellë informacionin në raport me këto ngjarje. Sokol, të përshëndes, ndalemi tek ngjarja e rëndë e parë e vrasjes, nëse japim detaje që lidhen me po themi motivin, atë çka mund të dimë deri më tani për viktimën dhe autorët. Në fakt janë 2 ngjarje të cilat kanë ndodhur në harkun kohor të jo më shumë se 10 minutave këtu në kryeqytet, edhe në afërsi në fakt, njëra pranë ish parkut autobusave në rrugën Kongresi Lushnjës, që lidhet me rrugën Dremjeda, dhe tjetra në afërsi të bllokut të pallateve të Deli Orgjit. E para bëhet fjalë për një 31 vjeçar, Egli Pashollari, i cili ka mbetur pra i vdekur, i vrarë në këtë ngjarje pasi është sulmuar me thik nga disa persona të tjerë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur prapa kraheve të mi, ndodhet një pellg gjaku në afërsi të një automjeti tip Benz, në mos gaboj në këto momente, por dinamika ka qenë e tillë. Report TV ka mundur të zbuloj të detajuar. Bëhet fjalë për një automjetin e viktimës, i cili sapo ka ardhur pra dhe ka parkuar paralel me këtë automjet që shohim në pamje, dhe ka dalë nga makina. Sapo ka dalë 3 persona të tjerë, 2 djem dhe një vajzë janë afruar dhe kanë nisur të konfliktohen pra me njëri tjetrin. Konflikti ka qenë i dhunshëm, kanë nisur pra të godasin, ju ka kthyer edhe 31 vjeçari, por në një moment njëri prej tyre, Gazment Buçpapa, nga tropoja ka nxjerrë një thik dhe ka qelluar prapa në kurriz, pra në pjesën e shpinës, dhe ka humbur një sasi të konsiderueshme gjaku. Në moment janë larguar pra autorët dhe patjetër disa persona kanë ndodhur në afërsi në momentin e ngjarjes dhe kanë tentuar që t'i japin ndihmën e parë. Fillimisht është tërhequr pra 31 vjeçari pak më tutje në afërsi të një lokali që ndodhet këtu pranë, është tentuar të jepet ndihma e parë pasi edhe në atë sipërfaqe ka njolla gjaku, por kur është parë se gjendja e tij është relativisht e rënduar, më pas e kanë futur po në automjetin e tij dhe janë nisur pra me automjetin e tij në drejtim të spitalit të traumës. Por fatkeqësisht rrugës për atje ka humbur jetën dhe ajo ka regjistruar pra një viktim në këtë ngjarje. Në vendngjarje mbritën shumë shpejt efektiv të policisë, forcat të kriminalistikës, të cilët pak a shumë kanë sqaruar dinamikën dhe shkaqet deri diku, por duhet të ketë lokalizim për ata autorëve të ngjarjes, të 3 të shpallur tashmë në kërkim për ta sqaruar në mënyrë të plotë. Paraprakisht dyshohet se djemtë që janë nga tropoja, dyshohet se kanë ngacmuar motrën e njërit prej tyre, pra viktima Egli Pashollari, i cili mbeti i vdekur në këtë ngjarje. Sigurisht duhet lokalizimi i tyre për t'i arrestuar dhe më pas të ketë një dëshmi të plotë për ta sqaruar shkaqet dhe dinamikën. Paraprakisht nga pamjet policia ka sqaruar dinamikën, por duhet një version pak më i plot i shkaqeve, gjë që kjo do të ndodhë vetëm pasi të gjenden dhe të merren në pyetje nga ana e policisë.